Miliona njerëz në mbar botën kthyen syt nga qielli këtë të mërkurë për të dëshmuar eklipsin e rrallë diellor, hija e të cilit nisi fluturimin pranë polit të veriut në Rusi për të zbritur në Groenlandën lindore, Island, Portugali dhe Spanjë. Ky ishte momenti kur fenomeni u prit me brohoritje nga banorët dhe mira vizitorë që mbërritën në Reykjavik në Island, si një nga vendet ku eklipsi u shfaqi plot. Pamja ishte e zymt për shkak të vranësirave dhe kohës së pafavorshme, megjithatë kamerat kapën momentin kur errësira totale pushtoi vendin. Pamjet më spektakolare erdhën nga Spanja, ku eklipsi i kombinuar me perëndimin e diellit duruan një shfaqje mahnitëse. Spanja priti sot mbi 6 milion turistë për të dëshmuar eklipsin e parë total diellor në Evropën perëndimore në 27 vjet, me zyrtarët që paralajmëruan njerëzit të shmangnin zonat ku vala e të nxehtit ka rritur rrezikun e zjarreve. Pjesërisht eklipsi u pa edhe nga vende të tjera si Britania e Madhe apo Norvegjia. Në Shqipëri gjithashtu ngjarja astronomike dhuroi shfaqje qiellore dhe pse të pjesshme teksa arriti kulmin e saj në orën 19:41. Siç shihet në këto pamje, eklipsi në vendin tonë u pa fare pak pasi dielli në atë moment ishte në perëndim.